أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sot është, dersi I fundit, tema 22 nga cikli I legjeratave virtytet e moralit. Edhe kam vendosur që të flas për virtytin e fundit në këtë cikël, të ligjeratave, qëndrueshmëria në të vërtetën. Sot do të flas diçka për qëndrueshmërinë. Është virtyt I besimtarit, është cilësie e mirë e besimtarit me kon stabil në fe. Po ky stabilitet dhe kjo qëndrueshmëri kurkush nuk mundet me garantu se do ta ketë deri në fund të jetës. Për çatë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një prej lutjeve më të shpeshta, siç na tregon Aisha radhiyallahu anha, ka bë ja muqallibal qulubi thabbit qalbi, ala dinik. O ti ndryshues I zemrave, bëne zemrën time të qëndrueshme në fen tënde. Është shumë interesant se njeri, ajo pjesa e brendshme e njeriut në arabisht quhet qalb, nuk është vetë zemra, po pjesa e brendshme. Fjala qalb do të thonë diçka që rrotullohet, kthehet, nuk rri stabil. Për arsye se mendimet e njerëzve janë të tilla. A e keni pa? Sot e do dikan mas do mujve kur ta shofsh, s'do me e pa parasyve. Sot e keni ide nesër se ki. Sot njihesh mirë, nesër njihesh mirë. Edhe kështu, dunjaja është e tillë që njeri ndryshon. Mirë, po ajo që duhet mos me ndryshu te ne është qëndrueshmëria në fe. Tash jemi në fund të Ramazanit, sot më është fundi I fundit të Ramazanit, faktikisht dita e fundit, po edhe fundi I ditës. Është fundi I ditës së fundit të Ramazanit. Edhe njerëzit, ka shumë njerëz, shumë besimtar fatkeqësisht, të cilët shumë prej punëve të mira I lanë mas Ramazanit. E lanë leximin e Kuranit, ka edhe pjative që e lanë edhe namazin. Në Ramazan falet, mos e falet dhe njëherë kur të muje. E kjo është shumë e rrezikshme. Njeri, ne çdo herë që e kalojmë një fazë, një sezon të vlefshëm për me fitu sevape, hym në një sezon tjetër. Një shevali është fillimi I sezonës së haxhit. Është fillimi I sezonës së haxhit. Pastaj është muaji Muharrem. Pastaj, vazhdimisht I del prej një vepre së mirë hin në një vepër tjetër të mirë. Ama ajo që është e rëndësishme është që nuk guxojna me ra në një nivel, se qëre, njeri nuk mundet me qenë çdo herë në një gradë të njëjtë të zellit për me punu punë të mira. S'mundesh me kon disa herë me majt një standard shumë të lartë, të aktiviteteve dhe punëve të mira. Mira, ma është një minimum që nuk guxojna me ra në ta. Edhe kur ta këshirishte Kuranin, jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sidomos pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, I cili ka treguar se nuk ka kur gjë më të rëndësishme se sa me qenë I qëndrueshëm në fe, në besim dhe në punë të mira. Për çat pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mushrikët e Mekës njëherë deshën me josh me gjithë çka për me largu prej të vërtetës. Çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ju tha me madhnu dillin krahun në supin e djathtë, edhe hanën në supin e majt, unë nuk e lau këtë thirrje. Sa do dëshim me thonë, a do me të bon bret, a do me të bon pasuri, a do me të martu me çikën më të mire, më të hishme edhe më të pasur, do me thonë që e kemi kur gjas, mujke, spat kur gjon, do me thonë që mujke me josh pejgamberit. Po dhe historitë e ndryshme që Allahu I ka përmendur në Kur'an, shumica e këtyre historive, do thonë na japin një shembull të qëndrueshmërisë. Se njeri mundet me thonë mirë, e çish mu bëune, do me thonë stabil në fe, çish mu bëu stabil. Një prej atyre faktorëve që të ndihmon për me qenë stabil në fe është leximi I historive të njerëzve të mirë. Për shembull, nëse e lexojmë në historinë e banorëve të shpellës, Ashabul Kahfin, që është sunet me lexu këtë sure edhe këtë histori çdo xhumaje. Çdo ditë xhumaje ose natën e xumos,
preferohet me e lexu. Çka na jep, me kuptu historia e banorëve të Shpellës? Ata ishin disa djemë të ri, të cilët ikën nga qyteti i tyre për me rujt dinin edhe imanin. Edhe shkun u strehun në një shpellë. Edhe Allahu subhanahu wa taala i vunin gjumë. Edhe ata u çun mas 309 vjetëve. Mas 309 vjetëve. Thuhet se ka ndodhur në Tartus, që është, atje kufini i Turqisë, Siri. Thuhet se është në Tartus, po s'është me rëndësi ajo se Kurani nuk i përmend këto emra, qëllimi është me ka poentën e tregimit. Ose për shembull një prej tregimeve shumë interesant është floktarja e bijës së faraonit. Nështë edhe e keni ndëgjuar, është një hadith të cilin disa dietarë kanë thonë daif, ama plot dietarë kanë bërë sahih. Kush e ka bërë sahih? E ka bërë Ahmed Shakiri, Sheikh Shuaib Arnauti, Ibn Kathiri, Ibn Hibani. Plot e kanë thonë se është, një tregim sahih, i vërtet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, derisa isha duke u thu për në Beitul Maqdis, në Isra. Derisa isha të shku në Isra me Gjibrilin. Thot e ndëgjova një erë të mirë. Edhe pyeta, o Gjibril, pre nga vjen kjo era e mirë? Thot kjo është era e floktares së bijës së faraonit. Që ka bo ajo? Ajo ka qenë besimtare, mirë po besimin e ka majtë më sheft. Edhe të regon pejgamberi e rejse më hadith. Thot një dit duke ja krej flokt bijës së faraonit, i ra kreheri. Krani i ra prej dore. Edhe ja boni bismillah. Edhe kure dëgjoj ajo bija e faraonit, tha në emër babës tem, fole, dhe me kënë. Sa të e kanë ditë zotë faraonin veç. Tha jo, në emrin Allahu që është zoti jem edhe zoti i babës tantë. Thot ajo, do t'i kallëzoj babës tem? Thot kallëzoj lirisht. Edhe i shkon i kallëzon babës vetë faraonit. A faraoni normal që nuk ka toleru dikush me besu dikan tjetër përveç atë. Për çat në Kur'an si është përmendë surja Naziat, wa qala ana rabbukumul a'la. Ai tha faraoni, un jam zoti më i lartë. Edhe e thiri, tha ti a ki zot tjetër përveç meje? Tha po, tha unë e besoj Allahu. Atëra i urdhnoi, një enë ashtu të madhe, një vask të madhe, edhe e mbushi, me ujë të nxehtë që vlon. Edhe i tha asaj floktarës, ti nëse nuk e le këtë besim, unë ka me djeg ti, po edhe fëmijët e tu. E kjo ka pas disa fëmijë, njënin prej fëmijëve e ka pas foshnje, e ka pas bebe, dvogël, në atë periudhën kur, fëmijët nuk flasin. Edhe ja nis faraoni i shti, i thot, a ki me lën fen? Thot ja, i ashti një fëmijë, në atë valen, edhe e djek. Fëmijën tjetër, e shti e djek. Kur vjen me shti këtë fëmijën foshnje, beben, kjo diqysh nalet. Edhe në këtë rast, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, flet kjo foshnje. Flet, thot, oj nana ime, mos nguro, se dënimi i Allahut është më i madh. Sa ato nuk kanë pas, është shumë interesant kjo mesele, se kjo më ka interesu më shumë, në shariatin ton, nëse dikush të kërcënon me vdekje, ti mundesh me bon kufër. A në shariatet e kalume, nuk i pas mundësi me zgjedh, sikurse banorët, ato pronarët e hendeqeve që i kanë kohë. Ja s'ki pas mundësi me bon një lloj lajke për me shpëtu jetën. Në fen ton, nëse dikush për shembull thot, shaje Zotin se të vras, ti mundesh me shah Zotin veç sa për me shpëtu. Kjo në shariatin e Muhamedit alayhis. Në shariatin e pejgamberëve, para pejgamberit sa për çat, shariati i Muhamedit është më tolerant, më i lehtë. Ndërsa në shariatet e popujve të kalum, s'kan pas drejt me zgjedh ja besim, ja
nëse vjen rasti me të vra, dush mu vra. Edhe fol fëmija këtu. I thot, oj, nana jeme, mos ngurro se dënimi i Allahut është ma i madh, edhe ma i padurueshëm. Edhe, dhe me thonë, edhe ajo ban sabër edhe ata e djek faraoni. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kanë dëgju erën e mirë të saj dhe fëmijëve të saj kur ka shkuar në Isra. Kur ka shkuar në Isra. Do të thonë çka a kon gjendje me lan, do të thonë me jetën me dhon fëmijë që për një prind është shumë zor me paramendu me ta gjek fëmijën. Do të thonë kjo është, prandaj thonë edhe vdekja e vllatit është një prej sprovave më të rënda që mundet mi ndodh njerit, me vdek. E çka nëse dikush ta djeg parasive të? Mira, më kjo nuk i ka bo ata që me e lën fen. Ndërsa sot, për shkak fitneve, për shkak joshjeve, për shkak ndoshta edhe gjunaheve, shumë njerëz e lën fen. A keni po njerëz të cilët jetojnë jo në shoqëritë islame. Kur shkojnë edhe shpërngulen, do të thonë në për vende jetojnë midis qafirave, me kohë janë nisin filozofojnë band, mençur, edhe ndoshta dikush i josh me ndonjë me diçka dhe e lën fen. E lën fen. Për çat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam derisa ka qenë në Qabe, vinë disa, më thonë para se me bon hijret në Medine, vinë disa sahabe i thonë, ja Rasulallah, banë edhe një lutjet në animoja Allahu, ka thonë, ela të dëu lena, ela të stansir lena, pse s'po ban lutje o i dërguar i Allahut për neve, pse s'po kërkom për Allahut që ne të fitojmë edhe të nga dënjejmë, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata që ishin para jush, e mirënin njerin, dhe ja vendonin sharrën në kokë dhe e danin përgjigje dhe kjo nuk i bënte që ata me lën fenë e tyre. E thot, pasha Allahun, Allahu ka me ndihmu këtë fe, sa që një gruja ka me uthu prej Jemenit, e ka përmend prej San'as deri në një vend tjetër, ka me uthu e sigurt dhe s'ka mu frigu, do me thonë, prej kurkujt përveç prej ujkut për dhënë të saj. Në kur e ka thonë këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë në momentin kur ka qenë shumë i dopt, ka thonë Allahu ka më ndihmu këtë fe, ka më përhap feja. Mirë, po ka thonë ju jeni një popull që shumë po nxitoni. Allahu i di ato planet e veta, kur e ndihmon, kur se ndihmon. Thotë pejgamberi sallallahu do të vijë një kohë, thotë pejgamberi. Se jeti ala nasi zaman, el qabidu ala dinihi kel qabidi ala al jamr. Do të vinë një kohë kur ai që do ta mbajë fenë e tij është sikur se ai që e mban një gacë në dorë. Një gacë. Do të jetë e vështirë. A është kjo kohë tash? Nuk mund ta them, se unë nuk besoj që tash është shumë vështirë me mbajt fenë. Mirë po, a ka shumë fitne? Ka shumë fitne. A ka shumë gjëra që na tërheqin dhe na nxisin që me lën punë të mira, me shku mas dunjas, shumë ka. Do të thonë joshjet që e tërheqin njerin për më largu prej fesë, më largu prej namazit, më largu prej ibadeteve janë të shumta. Ndoshta edhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka treguar edhe shpërblimin më atë. Ka thonë shpërblimi i këtyre që do ta mban fenë dhe do të jetë aq vështirë saqë sikur me mbajt një gacë në dorë ose si shpërblimi 50 prej juve. Ka thonë sahabët prej neve apo ative, jo ka thonë prej juve. Do vjen një kohë kur një musliman që falet, që ruhet haramit, që kujdeset për halalin, në me thonë do të ketë shpërblimin sa 50 prej sahabëve. A sahabët ne dim që janë njerëzit më të mirë në historinë njerëzore. Mirë po për shkak rrethonave. Prandaj ne kemi nevojë shumë që në me thonë me rujt dinin edhe iman, mi rujt edhe punët e mira. Edhe mos mu bo musliman sezonal. Mos me ardhë në xhami vetëm Ramazan, mos me lexu Kur'an vetëm Ramazan, mos me dhon sadaka vetëm Ramazan. Mos mu interesu dhe me thonë për namazin vetëm Ramazan. Duhet me vazhdu ibadetin. Duhet me vazhdu. Deri kur? Wa'bud rabbeke hatta ya'tiyaka al-yaqin. Thotë Allahu subhanahu, bane ibadet Zotin tan deri sa të vijë vdekja. Një prej lutjeve që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja ka mësuar Shaddad ibn Ausi. Se ne tham, numër një që ka të ndihmon me qeni qëndrueshëm në fe është duaja. Mos mendo se ti je
se kur kush nuk mundet me garantu vetës se do qëndroje i fort në rrugë deri në vdekje. Ai pejgamberi ka qenë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është lut te Allahu subhanahu wa taala që Allahu mos më ndryshu zemrën, mos më ndryshu mendimet, mos më bë, domethënë të luhatshëm në fe. Pejgamberi i Allahut Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Për sa numër 1 është duaja. Ajo historitë e njerëzve të mirë është numër 2. Domethënë prej faktorëve që të ndihmojnë për me qëndru i fort në këtë rrugë. Mos më bëj lehatshëm. Ka dikush për shembull pak dëgjon diçka, për çat muslimani për shembull nuk ban me dëgju shumë ato dyshime që i futin, domethënë pabesimtarët për Allahun, për pejgamberin, për Kur'anin ose rrenat. Ka dikush ndoshta është niveli intelektual i tij shumë i ulët dhe nuk mundet më se mi u dhon xhevap atyre. A dini sa ka njerëz që luftojnë edhe në përvendet arabe, në tokat islame. Mundohen për shembull gjithsesi me nxjerr hadithet e pejgamberit sa mos mi pranu. Ka edhe tek ne. Ka domethënë çasi pseudo xhallar të cilët dalin edhe krejt aktiviteti i tyre është me i bind musliman se këto hadithet ne duhet me marr Kur'anin për bazë, se hadithet e pejgamberit janë të dyshimta, që nuk është e vërtetë, se ka konsenzus për një numër të madh të haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në çdo periudhë historike sa ato janë vërtetuar se janë fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Të janë dyshime që mundohen domethënë mi futë musliman. Masanen asaj përket domethënë dyrëve të gjunaheve, dyrëve të domethënë të dëfrimeve, dyrëve të materializmit. Ato domethënë janë shumë të rrezikshme në jetën e kësaj bote. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thotë Sheddadit. Sheddad ibn Ausi është një prej shokëve të tij. I ka thonë: "O Sheddad, kur të shohësh se njerëzit kanë grumbulluar arin dhe argjendin si thesar të tyre, le të jetë thesari it kjo lutje." Cila është lutja? O Allah, më jep qëndrueshmëri në fe, vendosmëri në punë të mira, më jep punë që sjellin mëshirën tënde, më jep faljen tënde, më mundso të falenderoj për begatit, të adhuroj mirë, më jep zemër të shëndosh, gjuhë të sinqert, më jep të mira që ti o Allah i di, më mbroj nga të këqijat që ti i di, kërkoj falje nga ato mëkate që ti i di, vërtet inneke entel alamul ghuyub, më vërtet ti je, domethënë ai që i di të fshehtat. Që i di të fshehtat. Edhe tash Allahu subhanahu wa taala e përmend në Kur'an një ajet, thot: "Watlu alejhim naba alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghavin." E përmend një shembull të një hoxhës, po them hoxhës dietarit fes, i cili devijoi. Kush është? Nuk e ka përmendur emrin e tij. Mirë po, dietarët e tefsirit e kanë përmendur. Kjo është Bul'am ibn Ba'ura. Bul'ami. Kush është Bul'ami? Thot Allah, ta përkthej ajetin se harrova. Thot Allah, lexova atyre besimtarëve demek lajmin e atij të cilit i patmidhon dije. Mirë pa ai u zhvesh nga ajo dije dhe e ndjeki shejtani dhe u bë prej të humbërve. Çto është ajeti? Ajeti Araf sura 175. Thot Allah, lexova atyre lajmin. Kush është Bul'ami? Bul'ami ibn Ba'ura ka qenë një njeri ditur, domethënë i Beni Israilve. Edhe mirë po përveç që ka qenë i ditur, domethënë pas ka qenë hoxh faktikisht, i ditur në fe. Ka qenë edhe për atyre që Allahu va ka pranu duat. Se sa herë në histori janë dallu disa njerëz të cilët Allahu nuk va ka kthi duan. Edhe kjo pi praktikës njerëzit e kanë kuptuar se filanit i pranon duaja. Unë e pata tregu edhe historinë e Berra ibn Malikut kur e kanë çliru qytetin Testur në Iran është tash. Domethënë 16 muaj ose jo 18 muaj, 12 edhe 6, 18 muaj e kanë rrethekuar muslimanët, s'kanë mujt me çliru. Derisa dikush e shef që Berra ibn Maliku është këtu. Kur e marrin, kush o Berra ibn Maliku? Sahabi. Shoku i pejgamberit. Mirë po doaja është pranuar. S'ka bo vakia i me lu diçka dhe mos me pa përgjigjen parasive. Edhe e marrin. A jeti Berraja po? A i Berraja për cilën kështu kena një? Që ushti e madhe. Thot po. Edhe e shtin me bon dua. Ban dua. Mas 18 mujve rrethim të qytetit Testur. Edhe ban dua dhe çlirohet qyteti.
Edhe ki Bulami, që është para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në kohën e Musës, Hazreti Musës. Ki ka qenë në Bejtul Maqdis. E Musa alayhi salam pasi që e merr popullin e tij dhe ik prej faraonit, domethënë do me ardh me çliru nga mushrikët Bejtul Maqdisin, po sun mrin Musa alayhi salam Bejtul Maqdis. E dini domethënë se populli i tij i luhatshëm, e çato janë populli i luhatshëm, sa do e kanë pa se si Allahu i shpëtoi nga faraoni. E çau detin, dulen maton, hini faraoni, Allahu e bashkoi detin, e pa ngrit ket. Edhe prap, masi dulen atona, ju tha Musa alayhi salam, shkojna ta çlirojna Kutsin. Ata i than, shko ti dhe Zoti i të luftoni, ne po rrim këtu, kur ta çlirojni na kallzojni, ne vim atje. Mirë, Musa alayhi salam me disa, domethënë deshtën me shku dhe u përgatiten me shku me çliru Kutsin. A Bulami ku ishte? Bulami ibn Baurai ishte në Kuts. Kishte me po Kutsin e sundonin ata jo paganët, mushrikët. Kur e morën vesh ato mushrikët aty në Kuts se do të vije Musa alayhi salam, shkuan te Bulami i than se thot Allahu lexoj lajmin atij që i pat mi dhon dituri dhe u zhvesh nga kjo dituri. Dhe i than Bulam, ti të pranohet duaja, këtë dim krejt. Bane një dua kundër Musës. Kini herë tha jo. Mira ma ta i than përzi, bane një duave kundër Musës. Kena me të dhanë ketë, kena me të dhanë me atë, kena me të dhanë. Edhe mashtrojnë me pasuri, subhanallah. Me gjithë se ki ka qenë shumë i dëvoqë. E mashtrojnë me pasuri. Edhe qka ban Bulami, i ngret durët edhe ban një dua kundër Musës alayhi salam. Ama këtu ma njeti prishët. Edhe Allahu subhanahu wa ta'ala e poshtron Bulamin. Në thonë edhe e largon nga mëshira e tij. Iblis bëhet prej njeri devotshëm, bëhet në iblise, është lut kundër një pejgamberit Allahut subhanahu wa ta'ala. E që kjo, për qatë thash unë në fillim se kur kush nuk mundet mi garantu vetës se, në me thonë, nëse nuk mbështetet Allah. Në sabat, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ja Hayyu ja Qayyum. Kjo është për dhikrit të sabahut. Është sunet mu thonë mas namazit sabahit dhe është sunet mu thonë mas i qindije deri në akşam ose deri në yatsi. Çdo ditë pejgamberi sa më ka lexuar këtë dhikr. Ja Hayyu ja Qayyum. Bi rahmetike astaghith. Aslih li sha'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ayn. A që me thonë, o i gjallë, o mbikëqyrës. Ja Hayyul Qayyum është Allahu. O ti që je i gjallë me një jetë të përsosur, të përkryer. O ti që mbikëqyr gjithçka. Aslih li sha'ni kulle. Përmirësomi të gjitha çështjet e mia. Wala takilni ila nafsi tarfata ayn, dhe mos më lejo që unë të mbështetem në vetveten time asa një kapsallitje sive, hapen mbyllësit. Dhe me thonë, as një sekund. O Zot, mos me lejo që unë të mbështetem në vetveten time. Kush mbështetet në vetveten e ti? Me thonë, qëre, unë jam i fort, unë jam i ditur, unë jam ki, unë jam... Jo, besimtari nuk është, me thonë, i këtil. Besimtari, më thotë, nëse Allahu nuk më udhëzon, unë s'kisha me konë një udhëzum. Nëse Allahu s'u ndihmo, po unë xhamis në shkoj. Për çfarë pejgamberi kur e ka ngropu hendekun, për më bë balla asaj aleancës së madhe të mushrikëve që vinë për me shkatru pejgamberin sa, i ka knu dëvargje bashkë me sahabët. Laula Allahu mahtadina wala sumna wala sallejna fa anzilan sakinatan alejna wa thabbitil aqdama idh laqejna. Mos me kanë Allah. Që pejgamberi sa me ka knu si ilahia, e kanë knu bashkë me sahabët, e kanë punu, kanë ngropu, domethënë e kanë bënë një hendek të madh, para ndo, një popull i vogël. E kanë bënë një hendek të madh që domethënë se Medinja ka qenë midis dy kodrave, kanë knu bashkë, edhe pejgamberi sa bashkë me ato ka punu. Baj, gropa, baj dhe gur, bile kur ju del një herë një gur i madh, s'kan mujt kurkush me e qa. E me pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë kazmën, edhe i mshan. Thot jam të i pa, thot, ato stolit e
perandorve që ju keni mi marë. Ato janë konë të rrezikum me egzistu ose mos me egzistu. Edhe i bje për mësa masaj, e qanë, atë shkëmbin e madhë që se tu gropu, del një guri madhë. A pa qara konë me e thia të gu për arsye se mos me mujtë mushrik me dalë në tonë. Edhe i kanë knu që të vargje që mos, më thonë fjallë, mas fjallë, mos largohen prej qëllimit, edhe, ka thonë, mos me kanë Allahu, ka thonë mësa, nuk ish mi udhëzu, nuk ish mi falë dhe nuk ish mi agjeru. Zbrite qetësin tanë dhe o Zotë tek ne, dhe na i forco kamët kur ta takojmë armikun. Për çat njeri duhet mi forcu kamët. Pse? Se nuk është çështje e vogël ti me elan namazin. Nuk është çështje e vogël me elan Kur'anin. Njeri që ashtu, se s'ka lidhje, do fal në Ramazanin tjetër, do fali dë një akşam, do ta fali vetë xhuman. Jo. Rreziku është i madh, se kush e lën namazin, do të thonë ai faktikisht gjonat mas namazit, ato gjona tjera janë më të vogla. Namazin njeri e lë. Do të thonë ai është njeri luhatsh. Për çat duhet me bon sabër. Deri kur se s'ka në jetën e kësaj bote, nuk mëna me thonë ti manave do muj pushim se na lodh. Nuk ka kështu. Duhet me qëndru dhe vazhdimisht me konë, më thonë i gatshëm, më thonë duhet mu qun sabah me falë sabahin, duhet mu rujt për haramit, duhet me urujt për punëve të këshia, vazhdimisht, më thonë që kjo është luft, betej me shejtanin. Deri kur e ka pyet Imam Ahmedin, ka thonë, kur rahat dhe bomi, ka thonë kur ta vëndojmë kamën e parë në xhenet. Nëse dojna me qëndru. E që kjo është qëndrueshmëria që ne duhet me kërku prej Allahut subhanahu wa ta'ala vazhdimisht. Duhet me kërku prej Allahut, duhet me bot dua, edhe duhet me dhonë maksimumin. Edhe kjo i takon i ka hije besimtarit. Më thonë, me lutë Allahun subhanahu wa ta'ala, me lexu histori se si kanë qëndru të parët tanë, si kanë qëndru njerëzit e mirë, edhe mu mundu për shembull me bo punë të mira, mos e nënçmas një punë të mirë. Ki mundësi me bo një punë të mirë, sa e puna e mirë e sjell një punë tjetër të mirë. Ki mundësi me dal xhami, dil xhami. Ki mundësi me fal namaz, fali sunetet e namazit. Fali sunetet e rregullta. Shoqëro me njerëz të mirë. Mos u shoqëro me njerëz të cilët nuk janë të punëve të mira. Për arsye se nuk mundet me bon sabër në njeri, ose ti ki me bon ki plan, se mundesh më shoqëru ti me njerëzit që s'janë mirë, po me një strategji për mi i kthi ato ka veti. Ama nëse ti ki shoqni në rrethim, valla unë pi kafe me këto, dal me këto, heci me këto. Ma ato ku çish janë? Ose s'janë kafeja, po ato ti s'ke me kon. Ai nuk dihet kur, ama mas një kohë, mas një periudhë kohore edhe ti s'ke me kon, do të thonë për atyre të cilët janë të qëndrueshëm në fe. Prandaj do të thonë ka shumë çka më thon për këtë, mirë po, pasi që është edhe fundi i Ramazanit, duhet që ta ngulitim fort në mendjen tonë se qëndrueshmëria në fe është, domethënë, ajo garanca e vetme që na mban neve në siratul mustaqim. Edhe duhet mu mundu me krejt sebepet që mos mu largu, domethënë, nga feja Allahut, nga punët e mira, nga namazi. E lusë Allahun subhanahu wa ta'ala që na i pranoj adhurimet, na i forcoj këmbët në këtë rrugë dhe na bëj prej banorëve të xhenetit. Walhamdulillahi rabbil alamin.